Këtë pyetje unë e pata para 4 vitesh, fillova të shikoja mësimet dhe reflektimet, mendoja se e kisha kuptuar, por vjali im, para 2 muajsh filloi të më pyes sërish për trupin, shpirtin dhe frymën, dhe mbeta përsëri e konfuzuar, e ngatruar. Kështu që doja t'ju pyesja, ne dim nga libri i Zanafillës se kur Zoti e krijoi njeriun, mori nga pluhuri i tokës dhe e krijoi, dhe gjithashtu fryu dhe i dha pjesë nga fryma e tij. I dha jetë. Dat herë 2, pyetjet e mia janë të Predikuesit 12:7, që thot, dhe pluhuri pikthehet tokës siç ishte më parë, dhe fryma pikthehet Perëndis që e dha. Pra me kemi këtë trup fizik dhe gjithashtu trupin shpirtëror, që përbëhet nga shpirti dhe fryma. Po, ndërgjegja. Dhe shpirti në shpirt është personaliteti. Mirë, aty janë të gjitha. Fryma, le të themi frymën e personit, Perëndia e jep, e dërgon kur personi ngjizet, kur bëhet procesi. Atëherë Perëndia i jep një frymë asaj qenjeje. Por në atë frymë është shpirti, ndërgjegja dhe të arsyetuarit, që është aftësia që ne kemi për të arsyetuar, për të menduar, për të marrë vendime, për të bërë të mirën, për të bërë të keqen, të gjitha këto formojnë zemrën shpirtërore. Pra, gjithçka është aty, zemra shpirtërore, me mendësi, mentalitet shpirtëror, me të arsyetuarin shpirtëror, shpirti ynë shpirtëror, po ashtu sepse shpirti fizik është jeta e qenjes që është gjaku. Nëse personi humbet të gjithë gjakun, atëherë vdes, dhe aty është shpirti ynë shpirtëror në shpirtin fizik. Dhe fryma banon në trupin ton. Kështu që kjo është ajo që ne e quajmë personaliteti. Një person. Atëherë personi është pjesa shpirtërore e qenjes njerëzore. Ky është personi. Personaliteti nuk vdes. Personi vazhdon të jetojë dhe kur ajo qenie vdes, materia vdes, mbetet pa frymë jete, por thuhet se personaliteti është shpirtëror dhe vazhdon të jetojë dhe madje do ta kuptojë atë që ndodhi. Atëherë thuhet se shkon atje ku Perëndia e dha. Më falni motër, faleminderit, ajo që ndodh është se unë më parë mendoja se fryma kthehej te Perëndia siç thuhet këtu te Predikuesi, dhe trupi kthehej në tokë, por shpirti ishte ai për të cilin luftonte djalli dhe më pas bën një pyetje. Jo, kjo gjithçka qëndron e bashkuar. Fryma shkon e gjitha e plot me esencën e saj. Është sikur personi të mos kishte vdekur, sikur është i njëjti person, sikur personi të mos ketë vdekur, por vazhdon të jetojë, por tani më jo fizikisht, jo me trupin fizik në mish, por shpirtërisht personi vazhdon, kujton gjithçka, i shikon gjërat, i kujton, dëgjon, kupton gjithçka dhe shkon te Perëndia dhe atje kujton gjithçka që bëri në tokë, me siguri kujton njerëzit e tij, kujton që la botën, që la këtë gjë, atë gjë, që tani është me Perëndin duke jetuar një jetë të lumtur të përjetshme. Faleminderit dhe më falni, gjëja e fundit është se djali im dhe unë pyetëm disa pastor, dhe pastori i fundit që pyetëm na u përgjigj dhe tha se fryma, do me thënë se çdo frymë shkonte te Perëndia për gjykim. Por thoshte gjithashtu se fryma e të zgjedhurve të Perëndis, që kishin qenë me Perëndin atje në Parajs, këta ishin ata që do të fitonin jetën e përjetshme, por ajo që unë kuptova është se personi lind dhe disa lindin me frymën e Perëndis, që janë të zgjedhurit, por dhe tjerë lindin dhe demoni hyn te këta. Jo. Ne kemi një personalitet. Ne mendojmë, flasim, marrim vendime, ndjejmë dhimbje, ndjejmë gëzim, ndjejmë lumturi, paqe, ndjejmë trishtim, hidhërim, veçajmë. Kjo pjesë është shpirtërore që banon këtu në mishin tim. Pra, mishi ynë është si shtëpia e atij personi të quajtur për shembull Maria Perez.
Atëherë Maria Perez banon në një trup fizik dhe kur vdes trupi, sepse trupi fizik është ai që vdes trupi fizik, atëherë Maria Perez shkon në praninë e Perëndis dhe Perëndia është ai që e di se ku do ta dërgoj. Nëse ka bërë të mirën, i thot, shko në këtë vend. Nëse ka bërë të keqen, shko në atë vend, i thot Perëndia Maria Perezit. Atëherë Maria Perez, ajo është e vetëdijshme për çdo gjë, kujton çdo gjë, mendon për çdo gjë, vetëm se nuk është materie, tani është frym, tani është duke fluturuar, tani nuk po ecën, po fluturon në hapësirë. Ky është personaliteti, këta jemi ne. Ne nuk do ta humbasim dërgjegjen pas vdekjes, do të jemi të vetëdijshëm sikur të ishim në trupin fizik. Kështu do të jemi ne atje me Perëndin, sikur të ishim në një trup fizik, por ajo që ndodh është se trupi që do të kemi do të jetë shpirtëror dhe atje do të fluturojmë si engjëjt.